Jemi kthyer në studio me Ejup Mehmetin. Mirëmbrëma trajner. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën që keni bërë. Disi gana juaj shumë ferë, nuk më harruat, faleminderit edhe herë. Asnjëherë. Çfarë jeni duke bërë momentalisht? Po momentalisht për këto programet këtu që i kam në planet nuk e dia duhet të flas, por momentalisht jam në Akademinë Gjermane të futbollit. Mbajmë seminare për trener, edhe kampe për teorinit, për të folë edhe mos me gjatë për këtë akademi është nga se ishtë trajneri i njohur Stepanović na u është ofruar dhe nuk e kanë pranu, ka punu në Bundesliga, do thot, por profesor Thyssen e bën një seleksionim vetin edhe ka parimet e veta, ndërsa nënën tjetër një lojtar i reprezentacionit, dhe më thonë Gjerman që ishte vitin e kaluar në Brazil dhe që u lëndu e ishte pjesë e Mönchengladbachit, a i ka marrë pjesë në 8 kampe tonat, sa ishte fëmijë i vogël. Sigurisht gjeni kohë edhe të shihni Superligën e Kosovës në futboll. Po, me gjithë qef, unë me ëndje e shiqoj, ajo me lidh me vetë fushat me Kosovën, me gjithë qef, dhe për tjellë me ëndje, natyrisht rezultatet cilat janë paka shumë befasuse, një ekip si Feronikli të bëhet kampion, merr kupën dhe tani prapë që qëndrojnë në vendin e parë. Pastaj do të dalim edhe te ekipet. Ku është tani futbolli kosovar në këtë moment, infrastruktura, ekipet, kualiteti kur jemi në prag të pranimit në UEFA? Po, ne kemi diskutuar shpesh mes nesh, ne mund t'ja bëjmë veti rrafsh sa dom. Infrastrukturë kjo që është, momentalisht është katastrofale, mos them përveç 2-3 fushave, edhe po e marrë menjëherë direkt rolin e infrastrukturës në futboll, kur në vitet 84 shkoj Jup Derval në Turqi dhe i pa fushat me ranë, dhe tha, pse më keni thirrë mu këtu? Po si t'ja bëjmë edhe? A i thot, po, si t'ja bëjmë ju tregoj unë, jo bijmë mjeshtrit, ekspertet për Gjermanisë, dhe këto fushat do t'jenë sikur në Gjermani. Edhe ashtu ndodhi, edhe vitet 80, 90, por në 2000 veç Turqia ishte në gjysmëfinalet kampionatit botëror, dhe kështu që e dëshmoj se pa infrastrukturë futboll ngritje cilësisë nuk ka. Mos flasim për kushtet që lojtarët marrin shumë rroga që janë mjerueshme dhe që atëherë më dhimbje zemra, për shembull, unë kishe një një rregull atje në statusin e klubit Prishtinës atëherë që lojtarët që nuk janë në 18 t'ju hiqen rrogat. Ishte jo humanitare kjo dhe më prekte, nga se lojtari e ka në kontratën dhe ajo kontratë duhet të zbatohet. Ato para që i merr dhe që janë përcaktuar me kontratë, ai duhet t'ja paguajë. Nëse është pjesë e lojës, ai do të ketë pastaj përparësitë e veta në këtë aspekt. Pikërisht ish klubi juaj, Prishtina është në krizën më të madhe në periudhën e pas luftës. Momentalisht gjendet në vendin e 10 me 14 pikë. Kush është fajtori i këtij fillimi katastrofal të edicionit? Kryesia? Kryesia i hapi durt Byrbir Sokolit dhe Byrbir Sokoli si gjithni. Ati është ka i shkon kungulli me ujë dhe le t'i shkon, unë s'kam kur gjë kundër. I shkon ati kungulli me ujë derisa njerëz që nuk kanë lidhje me futboll udhëheqin disa klube dhe kështu që ai të bëj 15 lojtar e grumbulloi në Prishtinë, ishte ide e shkëlqyer të bëj talentet deri në moshën, domethënë në ato mosha që ishin, por o ditë se rezultate nuk ka. Mirë po,
edhe kur s'ka rezultate. Si thojnë, janë të shenja në tunel të dritës ku shihet se ka dalë se ky duhet punoj ma më vazhdimsi dhe me këta të rritë arri fiksionimet e veta. Por ekipi fatkesisht i zemrës ime, ato se maj pa marrë pra ke bylbyle ako që unë asaj dëshiroj suksese, kështu që filloj të poshtën dhe mu më dhimë se Ramizi, shok e kam edhe bylbylin edhe Ramizin, por Ramizi u gjendë në një situatë shumë të vështirë, ku në fakt asë gjoma nuk funksionante, ku edhe përveç asaj kishte edhe gjana tjera si në Prishtinë ma. Do të doni të thoni që një pjesë të fajit e ka Bylbyl Sokoli? Unë jo që besoj, po jam i sigurt. Jam i sigurt se ai që në një kuadër për 25 lojtarë e sjell 16 lojtarë, në rend të parë është vështirë të krijoj lojën, e jo të kërkon të shifajshërin të trenera tjerë, jo ky trener, jo anej lojtarë s'po ma kuptojnë qëllimin tem. Ai u dasht me di se 15 lojtarë as kanë punu me Tërvolanin, as me Ejub Mehmetin, por kanë punu me Bylbyl Sokolin. Edhe për rezultatet, unë kisha marrë, do më thonë, përgjësin për mos sukses e vetë, jo me kërku tjetër kënë. Edhe kështu që pa marrë parasysh asaj, Prishtina gjindet ku gjindet, dëshiroj asaj ditë më të mira, dhe besoj që unë e pash një loj, nuk është që s'ka lojtar, janë 3, por ata lojtar duhet të sinkronizohen mu. Tashi me siguri e ke edhe atë pyetjet e kombëtarës të Kosovës veçanti. Do dalim pas pak. Dalim ma vonë, por po them se aty u pa mas pare që nuk funksionon 4 që i fundit. I shkreti ndërton Krasni që unë e ke në mes fush, ishte edhe i talent aty, në mesin nuk piu djemnat, por me fjallë tjera ishte vështirë të krijohet loja, përsa i përket potencialit, gollat nuk jep lojtari mirë, gollat jep loja mirë. Gjithsesi nëse nuk ka potencial momentalisht, Prishtina do të thotë që Kryesia mbasi nuk është për atë pozicion që është. Nuk është për atë pozicion. Në besoj që kolegi im edhe shoki nderuar, domethënë Sami Sërmaxhaj do t'ja del me këtë ekip të ngritet lart. Sa i përket skuadrave tjera, tabela vazhdon të kryesohet nga kampioni aktual Ferronikeli. Po, edhe kjo po ma përngjon pak amatorizmin gjerman, edhin. Ekipet kur kanë pare, pse më ashtu qëndrojnë lartë, edhe pastaj kur fillon buxheti me u dobësu, nuk ka tollat vlen lojtar kualitativ që ka tash Zhdredhen edhe Behar Maliqin, edhe shumë talent tjerë, a kupton, me ata natyrisht edhe me një trener shumë cilësor, si ka është zotëri Sejdiu, nuk janë befasuse, po them befasuse në aspektin se Drenica këtë në herë, thëshëm apo luajnë atje në Drenicë futboll, as po luajnë ajerë. Kështu, po voj pak si në formë tajgares, tash mësum këtë kuptojnë Drenicakët, unë me këte zdashtat gjuj kur farë se natyrisht edhe ata s'kanë pas shkretit infrastruktura aso kohë, se gjithmonë ai sistemi lente jashtë lojës, si Drenicë, si qendër kryengritjeve. Për të kthyer edhe një herë te Prishtina, e kishit lënë skuadrën në vendin e parë. A të ka mbetur peng diçka? Po, më ka met jashtëzakonisht shumë, se unë i kisha planet e mia, unë me atë ekip kisha marshu atë vit për titull kampionit aty se diskutohet, me kuadrët që këm pas, dhe çka është me dhimbshmja unë lojtarët si që ishte Gavaza edhe ky Liridon Latifi, pastaj mjeri ishte u lëndu ky djali Lori Kaliu,
me lojtar me tipit të tillë, me moshës të tillë. Prishtina s'ka qenë dashur gjurma janë ndej, ka pas kuadrin e vet, dhe me ata lojtarë që kanë qenë, Prishtina beso se do t'i kisha kënaq publikun me lojra kështu atraktive, dhe pse besoj se ato lojë që kom pas kanë qenë atraktive. Ende përmendet një rast kur e keni tërhequr skuadrën nga fusha gjatë stërvitjeve, pasi që ka murmuruar. Unë e kom marru, po kuptohet se ajo bëhet. Bëhet se me gjithë përgjegjësinë më të madhe, gjithmonë, edhe ata nxënës që i kom dhënë mësim, edhe ata lojtarë e dinë se unë ata fëmijë i di si të mitë derisa i kam para meje në përgjegjësi time. Edhe ajo ka qenë një arsye se kom punu pak aso kohë edhe si thojnë këta bademajser në bazena, edhe si murmuronte me njeri ata dhe më thonë që ishin në bazena dilëshin jashtë, sepse është i mundshme një ra, edhe kemi raste ku reja ka qelluar në për fushat futbollit edhe në për bazena. Për të kthyer te përfaqësuesja Kosovës gjatë bisedës para se të hynim në studio me tregove çfarë ditë ke qenë në stadium. Si të duk loja ku e pa përfaqësuesen? Përfaqësuesen ton, po flas e Jonja, se edhe ajo tjetër është e Jonja, të dyat janë tonat e Kosovës, në këtë rast po flas. Është dukshëm një përparim sa i përket funksionimit në 4 fazat e lojës, të strukturës lojës. Mangësi ishte minuta deri në minutën e 20 ku kombëtarja jonë nuk e shfrytëzonte topin, u posa marrën në posedim me hap lojën dhe këte e bënte me ngadalësim, dhe kështu që kombëtarja shqiptare e shfrytëzonte dhe i detyronte me pasimet gabueshme ta humbin topin. Një humbje e topit shpesht e bjen mbrojtja në një pozitë shumë të palakmueshme, kështu që ma vonë kjo nuk u vrejt, por më çka më pëlqej funksionimi i 4-shit të fundit, i cili e bënte një lëvizje para mbrapa shumë të mirë dhe me kohë ngushtonte hapësirën e sulmuesit atje të parë deri te mbrojtësi i fundit. Kjo lëvizje, kjo ngushtimi, më thonë në fazën e mbrojtjes, lojës kundërshtarit, unë pëlqej, ishin mirë, por kishte për shkaqe ta thëmë se këta ishin djemë të ri edhe do ishin pak si cili ka ndru në 7 vjazje më shefe edhe më thret. Kjo është normale, të i riu edhe zban as pak me ambicia se cili. Si e vlerëson punën e përzgjedhësit në përzgjedhjen e futbollistëve dhe në mënyrën se si luajti Kosova në fushë. Bunjaku vazhdon të kritikohet për mos ftesën ndaj futbollistëve të Raiffeisen Superligës. Tash po kërkon të flas kundër një shoku tim. Jo, një mendim i ti do të mendimi im është se loja e fundit tregon se atë e ka arsyetu. Jo për shkaqe të rezultateve, po për shkaqe që pa shumë lojë. Se shumë njerëz kanë pa, se që ti mundesh me pa një ndeshje dhe me thonë, jashtë veç zezat. Por me pa realisht edhe mirë, duhesh me pa dhe të mirat edhe këqijat. Pa të gabime, se kishte gabime individuale, driblinget të pruara, edhe ato tani e sjellin pak në destabilizim mbrojtjen, se çdo top i pa pritur, i humbur, mbrojtja qëndron shumë gabueshëm, shumë keq, se është e hapur. Edhe çdo mundësi është pastaj e kundërshtarit me të kundërsulmu, edhe me të ngjujt nga distanca, që është si pjesë e strukturës lojës kur posa kthen topin në posedim. Sa mund të jetë e gatshme kjo Kosovë për të luajtur do të thotë kundër përfaqësuesve tjera të forta në kualifikime, pasi që dihet që në mars mund të planohemi? Unë e shiqova të diellën pas lojës, të diellën, po më njerë pas lojat, intervistën më pëlqeje Munishit që tha lojtarët duhet të kenë një gjatësi, sepse sot
nuk po luhet ma veç në tokë, po edhe në ajrë dhe zakonisht ekipat e ma vendosin rezultatet në ajrë, pinder premive, kornerve, gjujtjeve të lira e tjera, kështu që me atë gjatësi, sigurisht atë e ka parasysh edhe Alberti, edhe mund të përmison atë edhe pse 4 që funksionon të mirë. Vendosja ishte e shkelqyer, kundërshtarët i majshin në pressing edhe unë jam i kënaqur me atë që tregoi Kosova edhe kolegi im Alberti. Trajner, faleminderit shumë që ishit sonte me ne. Edhe ju faleminderit edhe njerë dhe përshëndes të gjithë shikues dhe adhurues të mi. Faleminderit shumë.